Selam aleikum. Tani me vëllezërit e nderuar që kemi marrë numrin, po nisim drejt shpellës Hira ose malit të Dritës, në këtë vend ku ka zbrit shpallja. Dhe ta shohim rruga se si janë deri atje. Inshallah Allahu na lehtëson. Është i çik vap, po jo edhe shumë. Kështu që takohemi pak më vonë. Selam aleikum. Kjo që sapo shikuat në video është mali i Dritës ose ndryshe shpella Hira, në atë vend ku i ka zbritur shpallja profetit alayhi salam, pra ku i erdhi Mileku Xhibril dhe i njoftoi se ty Allahu të ka zgjedhur si profet dhe si vulën e profetëve. Kështu që ne së bashku me të gjithë vëllezërit të cilët kemi ardhur në umre, do të marrim një udhtim që të shkojmë një vizitë në këtë vend, thjesht për ta vizituar, për arsye se nuk ka diçka për ibadet ose për adhurim, thjesht është diçka për të shuajtur Kureshtin dhe jo për të bërë ibadet dhe adhurim. Ndërkohë tani do t'ju tregojmë edhe rrugën i çik më vonë, ta shohim terrenin se si është rruga, është e lehtë apo e vështirë, siç duket maja është goxha lart atje. Mirë po, inshallah do të arrijmë në majë. Tani sapo arritëm tek shkallët dhe siç duket terreni malor që ka rregulluar në shkallë prej guji dhe ndoshta nuk do të jetë e vështirë për të ngjitur deri atje lart, shpresoj. Edhe pse është rruga e goxha lart, goxha maja lart, po inshallah shpresojmë që t'ja dalim. Kështu që mund të shohim edhe në video në kamerë rrugën se si do të ngjitemi deri atje lart. Dhe është diçka fantastike. Wow, kjo është e mrekullueshme. Shikojmë të gjithë njerëzit tjerë që disa ngjiten lart, disa tjerë vinë poshtë. Mirë po siç e përmenda, nuk është vend adhurimi, thjesht duhet vizitohet një vizitë sa për shujt Kureshtin, se ku ndodhet ai vend, edhe pjesa tjetër nuk lejon të bëhen adhurime të posaçme në këtë vend. Ja tani ku arritëm, shikoni deri sa ecëm. Janë dy rrugë, dy mundësi për marrë, një është rrugë jo me shkallë, domethënë, një malore e ngjitme që mund të ecësh lart, ndërsa pjesa këtej është me shkallë, që besoj është më e lehtë. Shikoni akoma kemi rrugë për të bërë, kemi goxha kthesa për të bërë, kështu që vazhdojmë. Ja tani arritëm në kodrën ose kthesën e parë. Shikoni këtu poshtë ku është kthesa e parë. Edhe andaj përballë kemi pamjen e Mekës. Edhe të Qabës. Qabja është në vendin e kullës së Sahatit, ku duket atje pak a shumë, ndërkohë që shpella Hira ose mali i Dritës është atje lart. Tani ne do të marrim shkallët përsëri që të vazhdojmë akoma lart sipër. Dhe të shohim. Rruga mirë duket deri tash. Është i çik nxehtë, po jo dhaj shumë. Kështu që jemi djersu pak, po kemi marrë masat me vete ujë. Besoj që kemi arritur gati deri në gjysmë rrugës. Shikoni. Shikoni çfarë pamje dhe këndej me një herë na shfaqet Meka, drejtimi i Qabës edhe kulla e Sahatit atje. Pastaj do të vazhdojmë, do të ngjitemi lart deri në maj të malit. Dhe kjo është rruga. Tani normalisht fillon dhe vështirësohet rruga, po ta shohim çik shkallët do të bëhen akoma më të vështira. Mirë po, gjithsesi vazhdojmë. Akoma kemi energji. Dhe ja, kjo rruga e përshkruar dhe tani do të fillojë rruga kthej ande lart, do të fillojë të vështirësohet rruga, goxha do vështirësohet. Dhe këtu i gjetëm vëllezërit tanë të cilët na lanë pas, mirë po ai një lop. Mi po i zunëm. Jo, i zunëm do të thonë. I zunëm ishim pas shpejt. Zunëm se ishim lop. Tani inshallah me izin të Allahut do të shkojmë deri atje lart. Nuk ka vend për adhurim, siç u tham. Është vend thjesht për të shujt Kureshtin, edhe ndoshta nuk s'do t'ju bjerë për me ardh më edhe një herë në këtë vend. Por a keni dëshirë me ardh deri këtu apo jo? Kështu që thjesht nga që është hera e parë për të bërë një vizitë në këtë vend, thjesht për Kureshtin, thjesht për ta pasur se ku është kjo shpellë dhe ku është ky mal.
edhe ku profeti alayhis salam çfarë vendi zbriti shpallën e pastër, e cilat e largon nga të gjitha adhurimet e kota dhe të drejton drejt besimit në një Zot të vetëm. Pra që është Allahu subhanahu wa taala, kështu që takohemi më lart. Nëse çfarë pamje këtej? Tani shihni shkallët se si janë edhe vështirësitë për të ngjitur deri atje lart. Hajde të shohim pak pas meje, hajde të shohim këtu, Ka goxha njerëz, kështu që të shohim më lart se çfarë do të ketë. Ya join mo gula? Hadi vëlla, hajde. Ja tani rruga filloi të vështirësohet, shkallat akoma më të mbushta, njerëz akoma më shumë dhe tani ja ku jemi kemi marrë edhe 2 shishe ujë. I djersitëm, normalisht që doj çik lodhe për të ngjit deri në maje. Dhe tani po presim sa të presim këta njerëz dhe të shkojmë tek pjesa e fundit. Gati pothuajse arritëm tek shpella Hira. Dhe të shohim atje se si është vendi ku i zbriti shpallja profetit alayhis salam. Hajde le të shkojmë atje. Tani pothuajse kemi arritur në shpellën Hira. Po ta shohim që rruga ishte goxha e vështirë. Shikoni se çfarë pamje duket Meka. Ta kthejmë atje lart, domethënë nuk ka mbet shumë. Është edhe shumë pak ka mbet deri në maje të shpellës. Mirpo ky vendi këtu ku gjendemi qen ka goxha një panoramë e bukur për qytetin e Mekës, sidomos për këtë lagjen këtej mrapa. Që ka amazing, e mrekullueshme. Që ka i çik freskët, për arsye se fryni çik. Edhe pak edhe arritëm pothuajse. Hajde le të shkojmë deri në maje, hajde. Këtu jemi në malin e dritës, ose shpella Hira. Këtu është pika më e lartë, maja më e lartë e malit. Aty mrapa do ta shikojmë shpellën, edhe pse ka shumë njerëz që fatkeqësisht të cilët janë të nuk e di, vjen keq, fatkeqësi. Shumë njerëz të cilët e përdorin shpellën për adhurim, mundohen që të falin namaz, luten aty. Ajo thjesht është diçka për kuriozitet, në aspektin historik për ta pasur se vendi thjesht për shujt kurëshën se në çfarë vendi zbriti shpallja profetit alayhis salam, ama nuk kemi transmetime dhe argumente se ky vend është vend adhurimi. Prandaj edhe fatkeqësisht vjen keq kur i shikon muslimanët në këtë gjendje, inshallah Allahu na përmirëson gjendjen tonë. Ndërkohë pjesën tjetër kemi komplet pjesa më e madhe e qytetit Mekës, e cila shikohet në pllumb të dorës. Dhe atje përballë kemi drejtimin e qapës ku orientimi më i bukur është pulla e Sahatit. Dhe tani do të shkojmë, do të tentojmë deri atje poshtë, ta shohim ndoshta do të afrohemi ke shpella. O Yasin! Yasin! Sapo arritëm tek shpella Hira ose jemi sipër shpellës Hira dhe po ta shohim atje ishte maja më e lartë, zbritëm me një rrugë e cila ishte goxha e vështirë dhe një terren shumë i vështirë. Dhe po ta shohim shpella është nuk e vendi aty poshtë, ka shumë njerëz. Po në atë vend ka zbritur pra Kurani, i ka ardhur meleku Xhibril dhe i ka sjellë shpalljen profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ta shohim që kemi shumë njerëz ku fatkeqësisht të cilët futen, bëjnë ibadet, falin namaz, bëjnë adhurim, dhe ajo që dua të përmend është që ky vend këtu
nuk ka transmetime, nuk ka ajet Kuranit, nuk ka hadithe nga profeti alayhi salam që është një vend adhurimi, që duhet ta kthejmë vend adhurimi, që të falemi në ta, që të bëjmë ibadet, që të bëjmë lutje, mirë po thjesht siç e kam përmendur edhe më herët gjatë rrugës që po vimi lart, ky vend është thjesht për vizitë, për të shuajtur kurreshtjen se në çfarë vendi erdhi meleku Xhibril dhe i solli shpalljen profetit alayhi salam, pra ishte fillimi i shpalljes, ose i solli komplet shpalljen, për arsye se shpallja zgjati 23 vite dhe në këtë vend është dhe çdo veprim i tepërt, çdo ibadet, çdo adhurim që bëhet nuk është, domethënë, prej fesë, është risi në fe, kështu që i këshilloj të gjithë muslimanët që kushdo që ka dëshirë që ta vizitoj këtë vend, të ruhet prej çdo ibadeti ose adhurimi të tepërt, në kuptimin e fjalës nuk duhet të themi tepërt se lejohet në këtë vend, mirë po them se sa është vendi përshtatshëm, mirë po ke Mekën e bekuar, atje mund të falesh namaz, mund të bësh tavaf, mund të kryesh ritet, mund të kryesh ritualet fetare, dhe atje është vendi më i përshtatshëm, dhe atje është vendi i shenjtë, dhe atje kemi vlerën ku një namaz e ka vlerën sa 101 namaze, ndërsa këtu nuk kemi asnjë tekst dhe asnjë argument që duhet falemi apo duhet lutemi, prandaj inshallah Allahu na udhëzon ne edhe të gjithë muslimanët që jemi, për arsye se këto nuk janë veprime të ndihshme, ku shtyhen njëri me tjetrin, ku i ngjojmë njerëz që bërtasin nga shtyrja e madhe për të futur në këtë vend, sikur kujtojmë pale se çfarë ka aty. Thjesht është një shpellë, është një shpellë e vogël ku janë ca gur, dhe në atë vend profeti alayhis salam është vetmuar kur i ka ardhur shpallja. Inshallah Allahu na udhëzon dhe na bën të devotshëm, pastaj do t'rregojmë edhe i çik në fund zbritjen, dhe ky ishte rrugtimi jon për në malin e dritës dhe në shpellën Hira. Lusim Zotin që Allah subhanahu wa taala na i pranoj ibadetet dhe adhurimet atje në qytetin e Mekës, pra në Qabën e shenjtë, dhe atje sepse atje është vend i adhurimit dhe i lutjeve, dhe jo ky vend, mirë po ky vend është thjesht për qejf, për kuriozitet dhe mbi gjitha për turizëm, për arsye se është një pamje shumë e bukur, është një panoramë shumë e bukur, nga të gjitha anët mund shikohet qyteti i Mekës dhe rrethinat që janë rreth saj. Do ta shikojmë ndoshta edhe me një video më lart. Kjo është ajo e gjitha, kështu që takohemi përsëri më vonë. Do jemi në Hira, siç e shohim bashkë. Domethënë këtu do dalim ke shpella Hira, do zbresim. Shiko, këte është dalja, këte është hyrja, ndërsa shpella është atje poshtë, për arsye se ka shumë njerëz dhe opa, besoj se dolëm deri diku tani këtu. Mirë po këto çarat e gurve, është shumë e vështirë atje për të fut. It's not easy. Që është shumë vështirë. Është një radhë shumë e madhe. Tani do ta tregojmë vendin se ku është shpella Hira. Ndoshta për ta pa. Shohim edhe një herë tani. Shohim që جيبك تراب ايش musliman هذا اللي هم العلاقه متى تروح تغسل به المره المي ما عليه العرش ما عليه do të mundohemi që ta filmojmë, domethënë vetëm thjesht pak një video të shkurtër brenda shpellës. Nëse do kemi mundësi. Tu jemi në shpellën Hira. Shtyhen shumë njerëzit, bëjnë foto, falin namaz. Domethënë kjo është shpella Hira. Shohim njerëz të cilët falen, njerëz të cilët bëjnë domethënë ibadet, adhurim, shkruajnë emrat e tyre, domethënë puthin gur, që këto normal nuk janë prej Islamit. Dhe pak a shumë kjo ishte ajo shpella ku zbriti shpallja. Në këtë vend domethënë zbriti shpallja, po të shohim që aty ka është një shpellë goxha e madhe, mirë po është një guvë ose një shpellë e vogël në të cilin zbriti shpallja, kështu që u lodhëm, për arsye se nuk ishte lehtë që të vinim deri këtu nga zahmeti ose ajo që njerëzit fillojnë të shtyhen njëri me tjetrin. Domethënë në këtë vend këto vinë putin gjëja sikur ka ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është shpella, ja. Po ta shohim me gjitha. Është një guvë vogël, nuk është një shpellë e madhe. Dhe shumë e qetë, ja. Shikoj njerëzit që shtyhen vetëm për këtë vend. Nuk është një vend adhurimi, po ti shohim të gjithë shtyhen që të marrin pjesë këtu. Kështu që Allahu na udhëzoft, Allahu na drejtoft. Dikush falet, e kështu. Mirë që hynëm, po tash si do dalim tani, për dalë është rradhë e madhe. Shohim tani se si do dalim nga ky vend. Për arsye se nuk është e lehtë dalja. Shohim njerëz që vinë dhe njerëz që futen, njerëz që dalin, ku nuk është e lehtë. Do tentojmë të dalim nga këtu. Njerëz të cilën falen. Ta provojmë një lloj. Ja, këtu është tuneli i daljes që të lidh me shpellën, domethënë. Dhe tani na shfaqet panorama e Mekës, qytetit të shenjtë, ku atje është vendi i adhurimit.
Pas një vizite e cila jo nuk ishte aq e lodhshme, do thotë ishte shumë e lodhshme. Do mos përgjem që energjik, ndoshta përpleq edhe për dietën tash çik e lodhshme. Gjithashtu ishte edhe vizita mrena shpellës, arritëm që të futemi, tani do zbresim të ikim. Dhe kjo ishte një vizitë e këndshme, jo për adhurim, një vizitë e cila thjesht për të shuar Kurreshtjen, edhe një panoramë shumë e bukur për qytetin e Mekës. Takohemi më poshtë. Po zbresim poshtë, nga mali dritës, dhe po nxitojmë shpejt e shpejt për arsye që të kapim namazin e drekës. Dhe kjo tregon që nuk ka vend adhurimi, për arsye se vlerë namazi ka në Mekë, në Qabe, sa 100.000 namaze. Hajde le të shkojmë le ta kapim namazin e drekës, se janë shkoha e limituar. Dhe ja, më në fund, e bëm zbritjen nga shtrella Hira. Ishte një aventurë goxha e bukur, një përjetim i mahnitshëm, dhe tani do t'ikim për hotel. Të gjithë ato që do të vinë mund porosisin taksi, taksia ndoshta si marr më shumë se 40-50 rial, e vjen dikon 10 ose 15 euro, po themi maksimumi 10-12 euro. Edhe mund vini këta. Selam aleikum, deri herë tjetër.